Mos prezenca ime nuk ka qenë zgjedhje. Pra unë nuk zgjodha që të vetë rëmbehem, të vetë izolohem dhe të vetë internohem në qytetin e Durrësit, në një burg në Kënet. Por pasojë e një izolimi të imponuar nga shteti. Përmes një vendimit disproporcional nga letra anonime, a mund të vazhdoj 2 minuta? Një izolimi të imponuar nga shteti përmes një vendimi disproporcional nga letra anonime dhe zell persekutues që më privoi jo vetëm nga liria dhe familja, por nga qyteti im, përpara se të provoj çdo fajsi. Si mund quhet shkelje? Mungesa një kryetari bashkie që është fizikisht ndaluar nga vetë organet e shtetit në bazë të një vendimi që nuk është i formës prerë. Dhe besoj që gjykata kushtetuese dhe Komisioni i Venecias, siç u relatuar edhe nga avokati, flasin qartazi për akte të tilla. A mos vallë duam që ta legjitimojmë idem se çdo funksionar i zgjedhur mund të largohet nga detyra përmes një arrestimi të përkohshëm, pa vendim fajësie, duke ja marrë popullin mandatin që ai vetë ja ka dhënë këtij individi? Nëse kjo pranohet, atëherë ta themi hapur sot, çdo mandat i zgjedhur nuk është më një garanci e sovranitetit qytetar, por është një leje, është një patent, është një licencë që mund të hiqet në çdo kohë në varësi të vullnetit politik. Nëse ne pranojmë një gjë të tillë, atëherë parimi i prezumimit të pafajësisë e humbet totalisht kuptimin. Dhe ndëshkimi pa vendim gjyqësor do të kthehet në një praktikë të zakonshme. Mjafton të arrestosh dikë dhe fare mirë e qiron nga puna apo detyra, misioni apo vota që ka marrë. Kjo do të ishte një rrëshqitje rrezikshme nga shteti i drejtës tek shteti i paragjykimit. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi njerëzore, por është një kontradiktë e hapur kushtetuese, sepse më ndëshkon për një fakt që nuk është as veprim, as shkelje, por është një gjendje e imponuar, me forcën disproporcionale të vetë këtij shteti që më kërkon llogari pse nuk vi pasi më ka privuar lirin.